Gjykimin tënd pse kemi këto 4 finalistë? Pyetja është e përbashkët. Pse erdhën deri në finale? Egli, Gjesti, Laerti, Rozana, nga një karakteristikë apo diçka që ke për të thënë për gjithë secilin? Shiko, janë ndar. Mendoj se kemi historinë. Më thënë shumë histori e krijuar që mund ta përfaqësoj shumë mirë Egli. Kemi shembullin që është Laerti, mendoj edhe e kategorizoj në atë. Sado ka dhënë një shembull shumë të mirë, ka qenë një burr dinjitoz, që ka shfaqur vlera, kulturë, inteligjencë, mënyrë debati, se dhe ajo është një vlerë shumë e madhe. Pastaj kemi Rozanën që ka lozur me strategji, ka qenë personifikimi i strategjisë brenda lojës, edhe Gjestin që nuk ka pushuar asnjëherë. Domethënë ka përdorur çdo armë të mundshme, le të themi, për të ecur në lojë. Edhe kur e ka parë të vështirë, se sado koha brenda e të gjitha dinamikat që po i ndodhin, bullizimet, e gjitha me radhë, gjithmonë ka qenë on. Përse ka këto 4 finalistë ky Big Brother Olt? Ka 4 finalistë sepse secili është një histori më vete edhe janë të papërplasshëm me njëri tjetrin. Pavarësisht se në linjë të gjatë Egli është bashkë me Gjestin dhe Rozana ka qenë me Laertin. Domethënë janë sikur kanë është çik si her pas here sikur kanë qenë dy në një. Është pak si Dancing with the Stars, që kur fitojnë 2. Domethënë kupton kanë ne po ta ndjekësh këtë gjën. Por intuita është ajo që Gjesti luftarak, Gjesti doli nga një reality show, erdhi, qëndroi 24 orë i mbyllur, erdhi, hypi në makinë, zbriti, hyri në reality show te Big Brother VIP Albania. Do të thënë ai ishte një ushtar që ishte nisur për në jug dhe i thanë për veri tani. Ktheu, do të thënë ai ishte nisur për luftë, në sensin e mirë të fjalës, nëse do të quajmë luftë këtë. Edhe është 24 vjeç dhe ka shumë energji edhe e vazhdon